Banorët e Rjollit janë ngritur sërish në protestë këtë të shtunë kundër ndërtimit të resortit luksoz në këtë zonë. Pas grumbullimit në rrugën kryesore, ata zbritën në kantierin e ndërtimit që është rrethuar me mure dhe gardh me tela e gjëmba, duke bërë shëmbjen e tyre. As ndërhyrja e forcave të shumta policore që kishin mbërritur në zonë nuk i ndaloi dot protestuesit. Në brendësi të kantierit, ata u përplasën me efektivët. Banorët janë të vendosur të mbrojnë si të shprehen ata tokën e të parëve, duke shtuar se ajo po ju grabitet haptazim me bekimin e shtetit. Me gjithë thirrjet e drejtorit të policisë së Shkodrës Gentian Berberi për t'u tërhequr, banorët nuk u ndalen derisa shkatruan pjesën më të madhe të rrethimit. Pitu na kalon gjyshin, pitu na kalon i pari, pitu a kena blem e florit, edhe nuk dorëzohen atëri se ta dalin shkollë. Drejtësia shqiptare është kjo. I kjo drejtësia shqiptare që nesër çdo ditë me popullin e varfën. Shoh shumë njerëz tu ka plakën, tu ka marrëritin, dhe nuk kapin atje kriminalit, nuk kapin atë që në lënë mos me jetu këto. Sa je kanë? O era po që po. Jo, sa je kanë civila, je kanë punë atë në civilacion. Un pranë erdha me shtyje këtu, nuk sa të bëva. Po jo më bëll kur tërçoj këtu. Në muisha. Protestuesit pretendojnë se investitori u ka rrëmbyer tokat, për të cilat ata janë ende në procese gjyqësore. Banorët thonë se kërkojnë të drejtën e tyre, ndërsa përsëritën thirrjet e protestuesve në Tiranë. Torë për ditë, ne du zhyt, bërq, që pas punove nuk jetohet. Tashi, kjo qeveri, pse nuk da dërësët? Ramanburg, Berishamburg, të dy. Ma hajdutat e Shqipërisë dhe janë. Shqipëria nuk shitet. Nga keni ardhur sot? Nga Labria. Certo. Është e pa drejt. Oligarkët këtu po bëjnë namin. Ramanburg, Berishamburg. Ramanburg, Berishamburg. Ramanburg, Berishamburg. Ramanburg, Berishamburg. Ramanburg, Berishamburg. Resorti që po ndërtohet shtrihet në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Punimet kanë nisur që në shkurt, por ditët e fundit kantieri i ndërtimit u fortifikua me muret e larta. Kjo masmbrojtëse duket se është marrë pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Rjollit, të cilët pretendojnë se tokat e tyre janë grabitur me dokumente false nga një ish zyrtar, i cili më pas ja ka shitur kompanisë ndërtuese.